Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, edhe njëherë për të komentuar mbi dinamikat dhe ngjarjet e mëdha që ndodhin në shtëpinë e Big Brother VIP Albania. Hyrja e Rogertit ishte një hyrje që në fakt ndryshoi rrugëtimin krejtësisht të banorëve. Një banor i cili që në momentin e parë kur hyri në shtëpinë e Big Brotherit pretendoi që do të sillte energji të mirë, që do të sillte pozitivitet, që do të sillte momente të bukura për banorët, por çuditërisht nuk e solli këtë gjë. Rogerti hyri me thik në dorë, që në fakt banorët dyshojnë, për shembull DJ Gimbo mbrëm dyshonte që Rogerti është i paguar nga jashtë, nga dikush që të shkatëroj fenomenin Big Brother, që të shkatëroj edicionin Big Brother, duke njohur që banorëve mund t'ju plasën shpirti më, nuk e durojnë dot edhe mund ta godasin. Selina ka qenë banorja e parë mbi të cilën Rogerti ka ushtruar dhunë, do ta them psikologjike, në kuptimin që e ka ofenduar, e ka denigruar, duke përmend edhe vëllaun e saj, duke përmend edhe familjarët e saj, duke i thënë Selinës fjalë nga më të rëndat, fjalë që në fakt nuk janë të pranueshme në shoqërinë tonë. Selin gjithsesi është munduar të jetë kujdesshme në mënyrën se si ka kthyer përgjigjen Rogertit, ndërsa Rogerti në mbrëmje ka qenë hakmarrës kundër drejt Selinës, ndërsa në mëngjes ka qenë kërkim falës drejt Selinës, por nuk është se ka ndaluar së ofenduari dhe së denigruari imazhin dhe personalitetin të Selinës. Gjithsesi për këtë ngjarje ku në fakt natën e mbrëmshme ka ndodhur gjëja më e madhe, si këtë vit asnjëherë në fakt nuk kanë patur banorët reagime kaq të shumta rreth ngjarjeve brenda në shtëpi, siç duket familjarët preken shumë jashtë edhe reagojnë në rrjetet sociale. Në Instagramin e Selinës ka reaguar familja e saj duke shkruar reagim. Si familje e Selinës, ndjejmë detyrimin moral dhe njerëzor të reagojmë publikisht lidhur me situatën e rëndë dhe të papranueshme që ka ndodhur gjatë orëve të fundit në shtëpinë e Big Brother. Duke nisur që pas prajmit të mbrëmshëm, një banor tjetër ka nisur një seri akuzash, denigrimesh dhe shpifjesh të vazhdueshme ndaj Selinës, duke e quar debati në një tjetër nivel të agravuar dhe thellësisht fyes. Këto deklarata kanë prekur drejt për drejt nderin, dinjitetin dhe integritetin e saj si grua dhe si profesioniste. Janë hedhur akuza të rënda dhe të pavërteta, përfshirë insinuata për sugar daddy, që përbëjnë shpifje të pastra dhe cënojnë rënd figurën e saj morale. Po ashtu është vënë në dyshim integriteti i saj profesional, duke u sulmuar aftësia e saj si balerin, gjë që është jo vetëm fyese, por edhe totalisht e pabazuar, duke qenë se karriera dhe puna e saj flasin vetë prej vitesh. Mëtej, janë hedhur akuza të pavërteta ndaj produksionit, duke pretenduar se Selin ka pasur telefon gjatë karantinës në hotel dhe se ka shkelur rregulloren e programit. Këto janë deklarata shumë të rënda që jo vetëm dëmtojnë imazhin e Selinës, por vënë në diskutim edhe seriozitetin dhe korektsin e produksionit. Si familje jemi të lënduar dhe të indinjuar nga kjo situatë. Askush nuk ka të drejtë të ngrej shpifje, të ulë integritetin e një vajze dhe të përdor fjalë që dëmtojnë rënd personalitetin dhe reputacionin e saj, për arsye loje apo strategjie. Kërkojmë nga produksioni që kjo situatë të trajtohet me seriozitetin maksimal dhe të merren masat përkatëse sipas rregullores, për të ndalur gjuhën e denigrimit, shpifjet dhe sulmet personale, që të i kalojnë çdo kufi të lojës dhe respektin njerëzor. Selin ka hyrë në këtë eksperiencë me dinjitet, korektësi dhe respekt për rregullat. Presim që i njëjti standard të ruhet edhe ndaj saj. Do me thënë, familja e Selinës ka përmendur një fjalë që në fakt nuk është e bukur për ta dëgjuar. Rogerti mbrëm e tha, dhe sa e mirë është të dëgjohet kjo fjalë, tani ti thua ti një vajzës që ti
merresh me një sugar daddy, ju e dini çfarë është ajo, unë nuk dua të futem në këto temat, nga që i takon krejtësisht një rrugë tjetër. Por siç duket, Selin dhe Rogerti kanë një njohje tjetër. Në orët e vona mbrëm, dëgjoja raportin e tezes së Selinës, e cila jeton në Londër me gruan e Rogertit. Do me thënë, tezja e Selinës e njih ka gruan e Rogertit dhe Rogerti pas ka një lloj problemi me gruan e tij, nga ajo që unë dëgjova nga Selina, dhe tezja e Selinës dhe Selina e ditë kanë këtë të vërtetën. Dhe ndoshta kjo e vërteta i djeg jashtëzakonisht shumë Rogertit dhe Rogerti me kastile ka goditur drejt për drejt Selinën. Do me thënë, familja e Selinës tani ndjen të mërzitur dhe me produksionin. Pse nuk e nxjerr Rogerti nga shtëpia, se ashtu do me thënë ishte drejtuar, pse produksioni e mbron Rogertin në këtë rast dhe e hedh Selinën, si mund të toleron një burr në atë moshë që është Rogerti të cënoj dhe të ofendoj një vajzë të re me vite 23 vjeç. Do me thënë, problemi i Rogertit dhe Selinës është problem shumë serioz që njihen krejtësisht nga jashtë. Unë mendoj që Rogerti me këtë lloj sjellje dhe me këto qëndrime dhe me këto ofendime që nuk ndalon së ofenduari familjarët, edhe pse vllau i madh e çoi tërkohës në nominim, edhe pse do me thënë erdhi Zarfizi, Rogerti e paralajmëroi Arbër Hajdarin që unë nuk ndryshoj, unë jam ky, unë nuk bëhem njeri tjetër, ky është karakteri im, ky është njeriu im, unë në asnjë mënyrë nuk ndryshoj. Tani do me thënë, Rogerti do të presim në qoftë se vërtet do të largohet nga shtëpia me zarf të zi tjetër, që realisht pas fjalëve të thëna meriton zarf të zi, nuk ka asnjë të drejtë ta quan një vajzë e cila qëndron me një burr 46 vjeç që ti je një femër që merresh me sugar daddy. Ajo është një vajzë e re. Miri duhet ta mendon këtë gjën, jo Selina, sepse Miri është ai që i afroheshte, Miri është ai që qëndronte me të, Miri është ai që i jepte dhe merrte kohën, dhe është e turpshme në fakt të dëgjohen fjalë të këtilla, kërcënime të këtilla brenda një shtëpie. Por problematika me Selinën siç duket do të vazhdon, e thash, në mëngjes i kërkon falje, në mbrëmje shkon e ofendon përsëri. Familjarët janë shumë të prekur, më duhet ta potencoj edhe një herë si asnjëherë në këtë Big Brother. Familjarët janë shumë brenda kësaj loje, do me thënë komentojnë, flasin, ju ngelet hatri, etj, duan drejtësi për fëmijët e tyre. Edhe pse do me thënë Ono, vllau i Selinës, ishte pjesë e shtëpisë së Big Brotherit dhe i kërkoi Selinës që të qëndrojë më e vetme, të luajë e vetme, do me thënë të largohet nga Miri, sepse siç duket jashtë, do me thënë Miri po e përdor për qëllimet e tij. Kjo gjë do shohim se sa do vazhdon, që do me thënë ka një lloj njohje mes Rogertit edhe Selinës. Selina këtë gjë ka fol mbrëm.